Përshëndetje, Zotër Mehmeti. Përshëndetje. Kjo nuk është intervista e parë juve, mirë është intervista e parë realizuar nga Mediumi i ri këtu në Maqedoni lajm pikë të vë. Shpresoj të kemi kam të mbarë, mbi të gjitha unë njem krenar me suksesin tuaj që e arrini. Njem krenar sepse kjo ka për mu një domethënie tjetër, jo vetëm atë që edhe një TV më shumë shtohet elektronike, po ka domethënien e asaj se shpirti opozitar këtu nuk mund të mposhtet. Për mu lidhur me shumë çka dhe sipas shumë parametrave, lajmi ka qenë edhe është duke mbetur zëri më bindës opozitar. Vërtet, kur shqiptaria në Maqedoni edhe nuk kishte asnjë parti opozitare, kur në disa nga këto opozitarët e sotëm që bëjnë opozitarë, edhe që na sulmojnë neve tjerve, ato busqeshnin me prisit e PDSH-s. Ato na shiqin qallame në atë kohë kur ne ishim opozitarë. Andaj, ky sukses i lajmit, këtë sukses të lajmit unë e shoh edhe nga ky këndvështrim, që nuk ja dolën t'ju mposhtin, edhe nuk dolën t'i mposhtin, ta mposhtin zërin e të vërtetës. Edhe tani normalisht që unë në njerë mburrem kur më thonë që je i afërt me lajmin. Unë ju them, nuk jam i afërt me lajmin. Unë gjithmonë kam qenë dhe do mbeten shërbëtori i lajmit, përderisa lajmi është ky që është. Faleminderit për komplimentet, po t'i kthehemi realitetit. Më të vështirës. Thënë aktualitetit këtu në Maqedoni, shkaka dhe pse kemi vendosur bëjmë ju një intervistë. Fillimisht t'ju pyesim për atë që është më aktuale, dilema. Do të ketë apo nuk do të ketë zgjedhje më 11 dhjetor? Mendimi juaj, ka kushte të ketë zgjedhje apo nuk ka kushte? Do të jetë shumë i drejt për drejt. Sa më përket mua, mirë pa është mendim personale dhe mendim më shumë një shkrimtari se sa një njeriu që ka ndonjë mendim të lartë politik. Unë mendoj se Maqedonia ndaq mos pas zgjedhje, nuk ka zgjidhje. Sepse nuk është problemi ju të mbani zgjedhje. Për shembull, cili do të ishte efekti i zgjedhjeve në një shtet që i shtyn zgjedhje thuhet se ajo është a e mbyll as e mbyll një vetë shërbim. Edhe ku parlamenti shpërndahet, kthehet. Thuhet se e ke një butik ku shitset e sotshme i ndron me tnes, me ato manë bukur aty në rrugë. Edhe si ju në këtë shtet të tillë që funksionon kështu, mund të shpresoni se zgjedhjet do të nxjerrin ndonjë ndryshim. Kur kësaj t'ia shtonim që gjitha këto i bëjnë ato hajdutët, ato kriminalët që e prun shtetin në këtë deregje. Domethënë, gjithë këta, ata që ofrojnë zgjedhje, janë ato që e prun shtetin të mos ketë zgjidhje. Atëherë, cili do të jetë efekti? Andaj unë e shoh nga këtë vështrim, edhe për mua, të jem shumë i sinqert, unë mendoj se Maqedonia e ka të kaluar fazën e kalbjes së brendshme. Ajo tashti është duke kërkuar kazan ku të hudhet. Bile, të jem deri në fundin sinqert, unë mendoj se këtë e kanë kuptuar edhe ndërkombëtarët, po s'u gjen kazan ku ta hudhin, se është problem, se qelbet shumë. Maqedonia e ka një të mirë, që ajo kur fillon të qelbet gjithë Ballkanin. Edhe unë mendoj se ka filluar ma qelbja gjithë Ballkanit, edhe Maqedonia është si ajo molla e kalbur në shportën ku ju keni molla tjera, e nuk e vëreni se ajo kalbe dhe gjithë tjerat. Edhe Maqedonia dalë bëhet kalpsina e Ballkanit që e kalb tërë Ballkanin. Edhe ky është problemi, mendoj ndërkombëtarëve, nuk është ma zgjidhja. Zgjedhjet në Maqedoni. Zgjedhjet në Maqedoni nuk ofrojnë asnjë zgjidhje. Ku e si e shifni situatën e shqiptarëve në këtë Maqedoni të tjerë ose të kalbur? Situata e shqiptarëve ku kemi kontribuar, gjithë vim në situatë. Hajde mos them gjithë, po kur kam kontribuar edhe unë, ne shqiptarët e Maqedonisë na ndodhi diçka që u ndodh popujve shpesh, të entuziazmuar që kanë arritur lirin. Ato nuk i shohin, nuk duan të merren shumë me çlirimtarët dhe ndonjëherë ndodh që mitimizojnë edhe ignorantë, edhe njerëz pa kunifar karakteri, edhe njerëz pa kunifar vlere. Mirë po, kjo nuk mund t'i përshkruhet si veti i popullit, sepse thash popujt
e etur për liri, si që ishim ne në 2001-shën, ku menzi prisnim në kthejt digniteti. Ne nuk pyesnim kush janë çlirimtarët. Ne vetë donim çlirimtarëve t'ju alam borxhin deri në fund. Pse u arrëfej këtë? Sepse ne bëm një gabim që u ndodh popujve të posaçliruar, që timizojnë njerëzit që nuk kanë asnjë vlerë, që ndoshta edhe kanë të kaluar në bekat për një kohë, ndoshta kanë qenë leninistë të mirë, kanë qenë everistë të mirë, po s'mund të sjellin ato vlera të reja, sepse ata kanë betë aty, e kanë lexuar abetaret edhe fjalimet e Enver Hoxhës. E ne këtë s'mund në atë kohë ta lexonim, edhe pse e them këtë, edhe ne ram në duart më të këqija që mund të bjerë një popull, në duart e njerëzve që nuk kanë frikë as Zot as popull, se nuk njohin as Zot as popull, edhe në duart e njerëzve që barazojnë interesin e tyre me interesin e popullit. Edhe në kësi situatë është shumë më lehtë ti të çlirohesh nga armiku juaj, se sa kur të robron çlirimtari yt. Gjatë kohë shpresat se mund ndryshojë diçka pozitive shifeshin te unifikimi i kampit opozitar shqiptar. Mirë, po zhvillimet e fundit po tregojnë se kjo unifikim është afër të shtimit. Se komentoni ju këto zhvillime, apo se don opozita e ndar kapacitete për ta mposhtë pushtetin e këtij? Varet kush si sheh opozit. Jo në për kafene, po publikisht e kam thënë. Opozit mund të jetë vetëm ajo që sjell një vlerë të re. Edhe unë nuk mendoj se opozita në Maqedoni, mendimi opozitar që është i ndarë, që forcat opozitare që e luftojnë të keqen të quar BDI, PDSH është e ndarë. Nuk është e ndarë, është bashkë. Për mua e ke televizja Besa, e ke RTK-ja e Fadil Zendelit, e ke të individet, e ke të shoqatat. Unë nuk e shoh opozitën të ato kazanat e ri me amblem të re, po ku disa partit të vjetra i kanë hudhur me turinat e tyre. Sepse shini, ne bëm një gabim që mund na kushtoj shtret. Ne mendojmë se Kimi, ditën që u nda nga BDI u bë opozitar. Jo. Kimi ditën që u nda nga opozita ka vetëm një prefiks. Mundësin të shpërlaj mëkatin që e ka bë me BDI. Nuk është opozitar. Opozitar mund të jetë një i ri i cili nuk i ka gjitha ngjyrat që i ka mund gjitha partive. Mendoni se keni ju më shumë mëkate që keni dalë apo ata që kanë mbet ose që janë bashkangjit dhe i shkojnë në fundit? Shini, unë kam menduar në 2010-shën se është mëkat, është turp, është jo shqiptare, është jo njerëzore, të mos i përkrajsh BDI-n, edhe unë sot nuk i akuzoj më asgjë ato që i përkrajnë BDI-n. Por e kam problem kur shkojnë shtëpi ta kuptoj si mundesh të shkosh pas të keqesh. Edhe kam vetëm një shpjegim thjesht. Varfëria është e pist. Varfëria, thonë në katundin tim, të çon edhe te dera e dushmanit. Edhe kështu që vetëm këtë shpjegim e kam. Edhe prandaj nuk i akuzoj për kujtë. Një i ri që do të jetë i punësuar, që do të bëjë karrierë, ai normalisht që ju mund ta shantazhoni. Gjeni, BDI-s ne mund t'ja falim gjitha mëkatet, por s'mund t'ja falim një mëkat. Ajo, ndaj të riut shqiptar, sillet, thuajse, ai punon te ara e kryesuesve të BDI-s. Ata nëse keni vure edhe kur deklarojnë publikisht, thonë, ne u bëm, ne u dham, ne u sollëm Skenderbeun, ne i shtum të punësuarit, ne hapëm universitetin e ri. Ata nuk e kuptojnë se paguhen për të bë punë, jo për të mos bë punë. Edhe kështu që ata thonë, ne punësuam 20.000 të ri, ne punësuam 2.000. Kush janë ata ne? Nga në tjetër, ato është turp të thonë kështu, sepse aty në po aho që votën tonë, as katundi vetë nuk i njeh se është gjallë. Po mirë me disa nga ata, po do e dinim ne se ekzistojnë këtë botë, po mos kishin dalë, mos e kena emblemën e BDI-s. Më falni, po ka disa tjerë që edhe pa emblem të atilë, ne i dinim që ekzistojnë, edhe i dinim. Ndër ata jenë edhe ju të lajmit, që unë i sensali unë nuk e di pse partia ma delegjoj, po e di pse e lexoj. Fezi Hajdarin unë nuk e kam pse PDSH-ja po BDI-ja më thanë shi që është i ynia dhe votonja. Ate ka votua vlera e vetë.
Edhe këta njerëz ne duhet t'i rikthejmë në skenën. Ajo këto hajdutët që u mbuluan bile edhe me Shqiponjën dy krenare, edhe me amblemën partijake, që të na shiten se janë ndonjë vlerë. Si mund të jetë vlerë njeriu që po ja hoqe amblemën partijake mbetet si një bagël. Mirë po të cilën edhe kur e shkel, edhe kur e ndan në dy pjesë, ke prap ti humbje, se gjithmonë vjen era kvucve, su ne pastrosherë. Zotri Mehmeti, ka shumë vlerësime se këto do t'janë zgjedhjet më interesante. Këto mund t'jenë edhe zgjedhjet pas cilave Maqedonia nuk do ketë nevojë për zgjedhje. Deshe të përqendrojme te kampi politik shqiptar. Dhe më thonë, çfarë fushate mendoni se do të ketë në këto zgjedhje? Për shkak se konkurenca është shumë e madhe se më herët. Mendoni se mund të ketë edhe tensione? Qini, gjithmonë keni parasysh, keni mendimin e një individi, do më thënë një shqiptari, nuk përfaqësojnë asgjë. Unë mendoj se tani këto fushata zgjedhore do t'jenë më të pistat. Ja pse? Se keni një kamp ku bën pjesë BDI-ja e PD-sht-ja, që janë para një dileme, o në pushtet o politikisht të vdekur. Ata nuk guxojnë të mbeten pa pushtet. Sepse mbetja atyre pa pushtet, disa nga ato i çon pas grillave. E kush do ta lejonte këtë? Andaj unë i mirë kuptoj se ata s'kan lidhje tjetër. Edhe nga ana tjetër, votuesi shqiptar më ka identifikuar të keqen. E keqja është BDI-ja dhe PD-sht. Edhe më shpesh duket absurde kur flasin opozitarë, po sa ç'është ata kur e flasin disa opozitarë. Flok gjatë apo flok shkurt, kur thonë që ne të bashkohemi se ndryshe zvotohet, s'mundet BDI-ja. BDI-ja shumë thjesht mund të eliminohet. Mos e votoni edhe fund. S'ke BDI. Do me thënë, ne shpëton prej të keqes. Tash të shtohet pyetja ku ta gjejmë të mirën. Edhe në këtë kontekst, unë kam frikë se këto zgjedhje do të jenë më të manipuluarat deri tani në taborin shqiptar. Ja pse? Unë jam i sigurt se në kryesinë e BDI-s mas që diskutojnë se si programi zgjedhor, ato diskutojnë vetëm si do t'i vjedhin votat. Ata nuk diskutojnë më dhe si të blejnë vota, e dini pse? Se ata e dinë se kjo është më shansi i fundit, ato nuk duan t'i harxojnë parat personale. Prandaj tash është kjo ngutja që buxheti të miratohet. Sepse ata më nuk i japin parat e veta. Ato që i kanë vjedhur dhe që i kanë marrë. Pse e dinë që s'ka më, vjedhje s'do të ketë pastaj. Mund të ketë edhe pak, mirë po, edhe ata nuk janë si në situatën e 2006, kur mund të investonin 1 milion euro, e dinin do të vinë qeveria dhe do t'i vjedhin 2. Ta është jo. Andaj ata kanë vetë... Votues që marrin parat partive dhe mos t'i votojnë. Shqo, ajo është një shtria më e madhe, unë këtë e kam thënë edhe në zgjedhjet e kaluara, që mirë njohin parat. Këtu nuk kam thënë edhe familjarëve të mi, kur kanë pyetur që na ofrojnë parë. Kam thënë mirë njohin parat se ato janë parat e juaja. Hajduti vetëm u akthen, po mos i votoni. Andaj unë edhe i këshilloj votuesit shqiptar. Le ta rrisin çmimin e votës së vetme. Edhe në fund, që çmimi të jetë njerëzor, le mos t'i votojnë. Le t'u marrin paret. Se kësaj radhe, ata nuk do japin parë. Kjo është bindja ime. Sepse e din që s'do të mund t'i kthejnë. Se hajduti jep pare, vetëm kur e din që do t'i fishoj. Edhe ata deri në zgjedhjet e kaluara hipshin pare. Zhënjeni investonte, këtë radhë BDI-ja s'do të ketë parë. Si mendoni se mediumet do të kalojnë në këtë situatë, në këtë konstelacion politik? Kemi dukuri posaçërisht të partia në pushtet që ta avancojë kuadrët që kërcënojnë, që shajnë apo që ofendojnë gazetarët. Edhe deri tani s'ka qenë më ndryshe. Ju duhet ta dini se në këtë shtet më të mbrojtur janë anti-shqiptarët të stilit të Milenkovski, ata na shajnë me nanën bab. E shajnë shqiptarin prej Skënderbeut e deri te e shenjta Nën Tereza, mirë po, nuk ndëshkohen. Mirë po shqiptari që e thot një fjalë të keqe, një fjalë kritike, jo të keqe, për kryetarin e BDI-s mund t'i shkoj koka, flitet. A e di, a kjo tjetra që i ndëshkohet familja, që familjarisht i largohet nga puna djalli, kjo ma është bët e ne shqiptarët, as që konsiderohet se është dënim.
Edhe kështu që ju mund ta merrni me mend se deri ku janë gatshëm ata të shkojnë tani kur ka mundësi që të humbin gjithë këtë forcë. Andaj unë kam thënë, keni kujdes, sepse tani hym në një tunel shumë të rrezikshëm. Kur BDI-a, se çini, BDI-a ka para, ka me thas para, dhe BDI-a ta paguën edhe vrasin edhe varrimin. Kanë para. Nëse u penduan. Mirë po, kjo duhet neve të na motivojë edhe të tregojmë se nuk mundet ashtu. Se nuk mundet. Ky popull nuk e meriton atë. Ky popull nuk meriton të ketë hajdutët të drejtuar. Se neve na ndodhi diçka dhe shumë tragjike. Ne edhe para të huajve mund të lëmë përshtypje se edhe shumica jonë e shqiptarëve është e prirë ajo ta ketë pris hajdutin, ta ketë frikë të fortin, jo ta çmoj të mençurin. Pastaj kam frikë se ne do të vim deri në atë situatë sa që do të lëmë përshtypje përpara botës se ne hajdut e konsiderojmë atë që na vjedh neve e u jep të tjerëve, po jo edhe atë që i vjedh të tjerët e na jep neve. Domethënë ne hajdutin tonë e duam. Edhe kështu që këto zgjedhje janë pastrimi këtyre gjërave. Mirë po pastrim pak edhe me rreziqe. Se rreziqet janë këto. Ne lejuam që të bijem në duar të njerëzve që s'kan asnjë vlerë njerëzore. Edhe që nuk çka ndodh me shqiptarët nëse nuk ndodh ndryshim? Shini, nëse nuk ndodh ndryshim, do të vazhdoj të ndodh ajo që është duke ndodhur. Bërthama shqiptari në Maqedoni shkatërrohet. Shqiptarët që vlejnë diçka nuk rrinë më në Maqedoni. Rinia shqiptare nuk rrinë në Maqedoni. Nëse s'ka shpresë. Unë mendoj se ka shpresë, po nëse nuk bën ndryshime, unë mendoj se shpresa do të vdes edhe ta përsëris. Ne BDI-s mund t'ja falim gjitha, po BDI-a e vrau shpresën të rinjt. Nuk është mëkat ti edhe të mos ndërtosh fabrik, të mos bësh disa gjëra që kemi pritur. Po krimi më i madh që mund t'ja bësh një populli është kur e vret shpresën e rinisë. Pastaj mundeni ju një popull ta shkatroni pa përdorur asnjë plumb. Vetëm në dy mënyra. Nëse o ja ndaloni shkollimin, o ja shkatroni, ja devalvoni arsimimin. Në Maqedoni, a keni vërejt një gjë, sa më shumë hapen universitete, aq më shumë degradon arsimimi shqiptar. Unë kam frikë që nëse vazhdon kështu, BDI-a do të hape universitete në çdo fshat, edhe do bëhen profesoresha edhe gratë e funksionarëve të BDI-s, edhe anviset, edhe do çelin do një dek, do thonë, për shtëpiaret e mira, si duhet duken. Edhe kjo është tragjike. Ne kemi arë në atë fazë që ëndrrën tonë shqiptare, që të mësojmë në gjuhën shqipe, ta bastardojmë. Ne bëjmë gjëra perverse. Ne mendojmë se mjafton të mësosh shqip edhe kur e ke profesorin idiot. Vetëm shqip duhet të jetë. Nuk është ashtu. Vlerë tash i duhet të prodhojmë. Edhe këto janë gjitha ato gjëra që janë të tmerrshme për një popull kur i ndodhi një popull. Sepse sheni ndonjëherë lufta është gjë e qartë. Unë edhe ai, o më vret do e vras. Kjo ndonjëherë është shumë më e rrezikshme, viktimat janë më të mëdha. A dini ju se nga Maqedonia në vit largohet diku deri 30.000 të rinj? E dini ç'do të thotë ajo? Ajo do të thotë që ai vëreni një gjë, që lindshmëria të shqiptarët është e madhe, po numri i tyre zvoglohet në trevat ku jetojnë. Ç'do të thotë kjo? Edhe andaj më duket idioteske kur politikanët tanë flasin për suksese. Ai flet për ka arrit këtë, ka arrit atë. Shini çfarë kanë arrit, po shini ata çfarë bëjnë kohëve të fundit. Ata mua dhe s'merren me ne gjallë, kanë filluar të merren me kufoma. Edhe aty dëshëm ndalim, sepse është bërë një teme pana shkalueshme, si interviste dhe thëmë, zbulimi është në fshatin Kollarit të Kërçovës, në oborën e kryetarit BDI-s. Pjesa më e madhe e reagimeve janë në frymën e asaj se bëhet fjalë për keqpërdorim të varrezave dhe shtore në funksion të fushatës. Si komentoni? Shini, unë vetëm një gjallë do a them. Kryetari i BDI-s nuk e ka fshehtë që ka varreza masive. Mirë një intervistat e atil, ai shumë herë ka përmend atë që në oborrin tim ka. Unë nuk e kam ditë që kjo. Mirë po unë për ekzistencën e këtyre varrezave di para 4-5 viteve.
Edhe vetëm një gjë që unë kam pas dilemë, kam thënë pse nuk publikohet, pse nuk bëhet publike. Kur nuk më ka shkuar ndërmend se ndonjëri pret çast volitshëm politik që ta bëj atë. Pastaj edhe më duket se një ekspert e tha edhe vetë që për këtë varresi të jetë për vitit 2013 apo s'di cili vit tha. Shtot një pyetje logjikshme, pse janë fshehur ato varreza? Pastaj unë kam dëgjuar, tash ti flas bashkë si shkrimtar, edhe unë do të shkruaj diçka për këtë. Kam dëgjuar atje fshatar që thonë po ne e kemi ditë. Tash çfarë pyetje logjike, kush i ka fsheh? Kush e ka fsheh këtë varrezë? Pse është fshehur? Ne këto pyetje duhet t'ja ushtrojmë tyne që tash i për njerëz zbulojnë. Pse është fshehur? Prej kujt është fshehur? Prej shqiptarëve, prej maqedonëve. Se ai ta zam që deri në 1990 kanë pas frikë. Po edhe deri atëherë unë se di prej kujt mund të kenë frikë, thonë që këtu janë varrosur 60 veta. Këto janë pyetje që të çojnë deri te ky absurd. A është e mundur që ndonjëri që ta pervers, sa që edhe të vdekurit e dikurshëm ti përdor për të mbuluar turpin e vetë të sotëm politikisht, apo për të fituar pojën politike. A është e mundur, unë s'du të besoj. Unë s'du të besoj që me të vërtet deri këtu kemi arrit, kaq poshtë kemi arrit, sa që jemi në gjendje, si kur t'jenë ato edhe eshtat të parve të mi, unë nuk do i kisha keq përdor për të mbuluar mëkatin tim të sotëm. Edhe nuk ka mallkim më të madh se sa ju, kur të kaluarën e përdorni për të mbuluar të sotme. Është shumë njerëzore, është shumë humane, ju çdo të vdekuri, ti mundsoni për të ketë një varr. Mirë po ju ta keni ditur se ka varr masiv në porrin tuaj, e ta keni fshehur atë në vite. Kjo me të vërtet kërkon ndonjë shpjegim, kërkon shpjegim logjik. Unë s'u e gjej shpjegimin logjik. S'u gjej pse mos janë nxjerrë me kohë. Unë i them, me plot përgjegjësi them, që unë për këto varreza di prima moti që ekzistojnë. Mandej, unë e kam dëgjuar me vesht e mi, duke mos menduar se bëhet fjalë për diçka të tillë, kur kryetari i PD-s ka thënë që në tafërmit të mi janë hudhë në pus, janë bë. Edhe domethënë, dhe tashti, si mundi ju tafërmit tuaj t'i fsheni, kur e dini që janë të hudhur në pus, apo ku janë të fsheni. Ka shumë gjëra absurde. Për fund një pyetje, do të thonë disa herë përsëritet se shprehni mendim individual, mendim personal. Kurse ne kishim përshtypjen se do të bisedojmë me liderin shpirtëror të OSS. Shini, kur unë shumë gjë nuk di, por një gjë e kam kuptuar që ata që themelojnë parti nuk kërkojnë prisë shpirtëror, po kërkojnë që vinë qeveri, të fitojnë zgjedhje. Andaj, unë e kam thënë publikisht, ndoshta edhe nga aty rrjedh kjo, që unë jam pro rinisë lëvizjes Besa. Në fund do të ishte edhe shumë perverse, për shembull mos jam për partinë ku i mbir është një ndër ata nisëtarët dhe themelimit të saj. Edhe për mua çfarë nuk është thënë. Edhe unë them të drejtën, unë do doja të jem kaq me ndikim që ti kontrolloj partitë. Ndonjëherë më thonë edhe lajmin që unë ndërhy, a ju e dini që unë merr sa. Kush mund ta besoj këtë për shembull? Kush mund ta besoj këtë? Kur unë shkrimet e mia në portalin që e bën Gjali, apo te ju, unë një të drejtojmë ty, edhe të them të lutem, a mund këtë shkrim të botoj të lajmi, edhe shrije sa vlen. Kush mund të besoj këtë? Shini, këtë nuk e beson kryetari komunës, i cili mendon të azam, se kur bëhet taj kryetar komune dhe gjithë familja janë kryetar komune. Nuk mund këtë të besoj njerëzit që mendojnë se kur bëhen ata funksionar, edhe kur fillojnë ato të vjedhen, gjithë familja pasurohet. Ata mendojnë se unë familjarisht funksionoj, dhe kur bëhem kryeredaktor në një gazet, edhe gjithë familja ma të shkruajnë. Duhet të them shumë qartë e shumë shqip diçka tjetër. Unë, asgjë, asnjëherë nuk kam bë i fshehur. Asnjëherë. Unë sikur të kisha pretendime. Nuk do të bëhesha kryetar. Domethënë, jo që do të mbane, po sikur të kisha pretendime, të bëhem kryetar i lëvizjes Besa. Unë këtë do e thoja i pari. Pse? Po nuk jam aq naiv, unë e di si mund të bëhesh kryetar. Nuk ka kryetar shpirtëror. Ka kryetar të partisë, o shkove askund.
Nuk jam u fëmijë, unë jam plak, pa ka filluar të plakem, por nuk jam aq s'mi ka fryu aq shumë me tëra sa të kënaqem me atë kryetar shpirtënor. Unë sikur të doja, unë do konkuroja, do shkoja mes miqve të mi të Besës, do thoja kam ambicie të bëhem kryetar i Besës, jo me kësi lojna. A tjetër është që mua dhe ju të lajmit kur vine e pyet, çfarë të bëjmë, a të bëjmë televizion, unë e jap mendimin tim. Tjetër është që këta miqtë e mi të Besës e din që unë jam njeri pa punë, edhe ndonjëherë që të më lasdrojnë më thirrin, edhe në kafe ma japin një kafe, bëjmë muhabet nga 2 orë, unë flas si që më ka dhënë Zoti diçka. E njerëzit tanë nuk mund të besojnë se ti mund të kontribojsh pa kërkuar asgjë. Kush mund të të besojë ty sot se ti je i gatshëm, asaj rinie të lëvizjes Besës, t'ja japish më të bukurën, e të vetmen vlefshme që e ke, a mos kërkosh kur gjas janë ti vlej. Unë këtë dojë dëshmoj, edhe dojë shojnë gjithë fund, se kimi, lidhja me Besën është kaq, sa që është me një parti që unë kam shpresë se do të sjellë një vlerë të re, edhe du këtë vogëlsinë time ta vej në shërbim të asaj shpresë. Faleminderit që më bat kënder. Unë në vërtet mua e dini edhe pse mi përshkruajnë disa kështu. Se unë i kam gjithë miqt janë më të mirë se unë, më punëtor, edhe shihni, unë me këtë rast tani jam më pjesë e një historie të vogël tonë. Pjesë e historisë që ju televizioni live fillon me Kim Mehmetin. Edhe njerëzit tash normalisht thoshin që duhet të ketë ndonjë forcë më ditë. Edhe unë kam forcë, e kam, mundohem të jem ai. Mundohem të jem edhe mik besnik me njerëzit, kur të mos i tradhtoj. Faleminderit edhe një herë. Gjithë të mira.